Zek Qeku, më na fal. mirëmëngjesi, i përshëndes shikues tuaj. I faleminderit në ftesë. Zotri Qeku, a mundesh me na tregu se qysh ka filluar interesimi juaj në këtë fushë, sa i përket turizmit? Po, unë shumë interesant është historie gjatë, do thonë në moshë shumë të re, kam filluar në pej si fëmijë 11 vjet diku me një shok, kemi filluar të përcjellim turistat në atë kohë në hotelet, Hotel Metohia dhe Korzo, i pritnim turistat edhe i shëtitnim në për pej, dhe ngryk të rrugovës, manastirin e pejes e tjerë. Më thonë, kështu ka fillu, ende pa ditë që ka është guida turistike, kom punu si guid turistike. Normalisht që kemi punu falas atër, ndo një dhurat në ka dhorësën, po kem ndi një knashësi, do thonë, nuk e di as vetë si më ka lind ideja. Pastaj, do thonë, kom zgjedhë si profesion, e kom dash shumë, edhe ja kom kushtu tërë jetën, kom studiu në rek turizmin, ekonominë e përgjithshme, turizmin dhe hotelerin, kom punu në pati, në investimet në turizm, dhe pastaj kom ardhë Kosovë, 11 vjetë e gjysë, kom qenë drejtor general i Grand Hotelit. Të më thonë, prej privatizimit Grandit, punojnë në një kompani timen për planifikim dhe zhvillim turizmit, si dhe kemi një agencion. Prej vitit 2008 kemi fillu të bim turista në Kosovë, ekskluzivisht ne sjellim turista mbrenda në Kosovë, deri në pandemi. Pandemia na pat mbyll përgjithsisht mirë, po si vjet fatbarësisht ka fillu përsëri të lajmërohen partnerët edhe kemi filluar të bëjmë rezervime të shesim turet edhe do të thonë në Kosovë dhe në rajonin e Kosovë. Zotri Qeku, sa e shihni ju personalisht Kosovën si një vend turistik? Çka është e bukur këtij vendit edhe turistët e huaj që vinë këtu në Kosovë, çka dëshirojnë më shumë ti me pa? T'ju them sinqerisht, shumica e njerëzve që vinë në Kosovë për herë të parë janë të pa informuar, fatkeqësisht, sepse punojmë shumë pak neve edhe si institucione në promovimin e vlerave turistike, mirë po besoni natën e parë kur vinë grupet turistike ose individet turista që vinë këtu befasohen këndshëm. Edhe pastaj gjatë gjitha vizitave që i bojmë në për Kosovë, ju mbetet shpirt Kosova. 3 gjërat, do të thotë 3 shtyllat e turizmit që i kemi, sikurse edhe gjithë bota që janë, është trashëgimia e jashtëzakonshme natyrore që ka Kosova, bukuri gjithandej Kosovës, bile kisha me thonë edhe bukuri unike që ka në krahasim me vendet për rreth që kemi, është e dalluar në Evropën juglindore, jo vetëm në Ballkan. Pastaj kemi trashëgimin kulturore dhe historike, e cila është e jashtëzakonshme. Parasysh se Kosova ka kaluar për etapa të ndryshme, mjaft dinamike gjatë tërë historisë që nga lashtësia. Dhe kemi një vlerë të jashtëzakonshme që ka Kosova ndoshta më të mirë se sa të gjithë të tjerët, është resurset njerëzore. Ne kemi njerëzit përgjithsisht, njerëzit tonë janë, sidomos njerëz të ri, mirë po të gjithë përgjithsisht janë njerëz që janë shumë miqësisht ndaj ndërkombëtarëve, ndaj të hujve, i presin mirë njerëzit në objekte turistike, hoteliere, i shërbejnë mirë, kemi një gastronomi jashtëzakonisht të mirë, përgjithsisht kemi restorane të shkëlqyeshme. Do të thonë, të gjithë shërbys turistik në Kosovë janë jashtëzakonisht të mirë, mendje hapur, në shumica e njerëzve të ri tash i flasin edhe gjuhë të huaja, do të thonë kemi një lehtësi të jashtëzakonshme të komunikimit me turistat. Të gjitha këto e bëjnë Kosovën një vend jashtëzakonisht tërheqës. Mirë po fatkeqësia më e madhe ka qenë ne kemi punuar mjaft të mirë, edhe ne si veprimtar me agjencionin tonë deri në pandemi. Pandemia na ka kushtuar shumë, neve që bim turista nga jashtë, se ne ekskluzivisht merremi me sjelljen e turistave në Kosovë. Pandemia na ka kushtuar tepër, viti i parë dhe i dytë i pandemisë, mirë po fatbarësisht në këtë vit tash kanë filluar të kthehen edhe partnerët, veç kemi filluar me rezervimin e grupeve të para të turistave që do të vinë. Kryesisht në Kosovë kemi sezonën e dimrit, që është ai turizmi i skitarisë për parë që kemi pas, si vjet ka kalu me pak borë, mirë po edhe nuk kemi ku me ditë sa kapacitete për parë kemi pas më shumë. E kemi sezonën e pranverës edhe vjeshta. Këto e 2 sezonat më të bukura që janë në Kosovë. Tash të them cilat
A mundesh me na tregu turist prej cilët shtat po kemi ne si shtat më shumë? Do thonë, ne do të kuptojmë një gjë. Numrin më të madh të turistave janë nga diaspora. Sa ata janë turista, sipas definicionit të organizatës botërore. Pastaj janë nga Turqia, nga Shqipëria, do të thonë nga vendet ku kemi diasporë, edhe vendi do të thonë Shqipëria. Pastaj kemi nga vendet përreth që kemi nga Britania e Madhe, kemi nga Franca, kemi nga vendet e Beneluxit, kemi nga Gjermania, kemi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi grupe studentëve që vinë ekskluzivisht, janë grupe studiuse të studentë prej vitit 2010 që vinë çdo vjet në Kosovë. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga Britania e Madhe, edhe nga Kopenhaga, nga Universiteti i Kopenhagës, që janë, do të thonë, çdo vjet kurse kanë ndru Kosovën, sepse tritë duan Prishtinën, e duan gjitha qytetet. Besoni, i kanë nga 7 ditë në Kosovë, mbramin e fundit, çdo mbrëmje dalin nëpër lokalet Prishtinës, rrinë me trit, bisedojnë ata, beso që përtojnë të kthehen në vendin e tyre. Aq e duan Prishtinën edhe vizitat Kosovë. Do të thotë kemi kryesisht kemi grupet kulturo-historike që vizitojnë kryesisht pjesë urbane, qytetet e Kosovës, mirë po me vizita edhe në vendet malore, për shembull në Grykën e Urgovës, Gryka e Lombardhit në Prizren, Brezovica e tjera, Gryka e Jonikut. Mirë po kemi edhe grupe që vinë grupet malore, mos harrojmë, kemi 2 projekte të jashtëzakonshme. Është projekti i majave të Ballkanit, që është në trekufirin Kosovë, Mali Zi, Shqipëri. Është një projekt ndërkombëtar ku janë kryesisht vinë grupe të malorëve, të bjeshkatarëve, bëjnë aktivitete natyrë, hikingun, trekkingun e tjera, në për shtigjet malore. Një projekt i ngjajshëm që 2 vite ka fillu dhe në Bjesht e Sharrit, ku është në trekufirin Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëria. Që të 2 këto projekte ka investuar edhe i ka themelue Gizi, GTZ-ja apo Gizi Gjerman, organizata qeveritare gjermane, si dhe USAID Amerikan. Do të thotë të gjitha këto janë bo fal donacioneve nga jashtë. Ndërsa kush e ka zhvillu turizmin, nëse më pyetni, kisha me thonë edhe këta në Kosovë. Fatkeqësisht, institucionet shumë pak, mos thëmë fare pak interesohen për zhvillimin, për promovimin e turizmit, ndërsa krejt që është arrit në Kosovë, zhvillimin e industrisë turizmit, si në hoteleri, si në gastronomi, si në agjencione turistike, ekskluzivisht është merit e bizneseve turistike, që e kanë bërë me shumë mund të madh, me vështirësi të mëdha, mirë po kanë ecë përpara ka shku. Zotri Qeku, turistëve tuaj, po themi tash ata që nuk janë shqipfalës, sipas mendimit tuaj, cili qytet pju lën përshtypje më të madhe këtu në Kosovë? Po t'ju them, numri më i madh i turistave duhet ta kuptojmë se vendosen Prishtinë, do të thonë si qendër, dhe për shkak të lidhjet, komunikacionit, aerorit, tjera, do të thonë vendosen Prishtinë, mirë po pastaj bëjnë vizita ditore me grupe që vinë, kanë edhe 1 fjeti ose 2 fjeti në Prizren. Prizreni definitivisht janë në vendin e dytë për shkak të atrakcioneve kulturore, historike, edhe Prizreni ka një shpirt veçantë, një ndjenjë veçantë e ki çdo njeri që vjen në Prizren e ndin veten mjaft mirë. Sikurse edhe në Prishtinë këtu, për shkak gjallërisë është, për shkak rinisë, për shkak lokaleve, ke ku me dal, ke ku me nejt e tjera. Pastaj vjen Peja, gjithsesi, si dhe qendrat tjera të Kosovës. Një pjesë, domethënë këtu janë kryesisht qendrat, nëse flasim për qendrat urbane, nëse flasim për qendrat, domethënë atraksionet natyrore që janë, është normalisht Gryka e Pejës, Gryka Rogovës, është ujvarat e Drinit, është lugina e Drinit prej Gjakovës deri në kufi me Shqipërinë, do thonë janë malet e Sharrit, Gryka e Lombardhit ose Zhupës deri në Prevall, prej Prizrenit deri në Prevall, pastaj është Brezovica. Gjithandej Kosovës ka vende, mirë po këto janë që kisha me thonë që pak më të afirmuar dhe më shumë që vizitohen nga turistët. Zotri Qeku, ju falenderoj shumë që gjatë të kohën, ti që pjesë e emisionit sot dhe ju dëshiroj shumë suksesa. Ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Shumë falenderoj.
E Argjen, ne kaq kishëm nga kjo linjë direkte, unë pa e kaloj linjën përsëri tek ju në studio. Faleminderit shumë.